Atëherë, përsa i përket çështjes të Albania Veneta, të Venecias, ne duhet të bëjmë një çik digresion, të kthehemi pak mbrapa në historinë e qytetërimit tonë evropian. Duhet kujtojmë se banorët e parë të Venecias ishin një mist midis etruskëve dhe venetëve. Venetët ishin ilirë aq sa ishim dhe ne. Prandaj, po të kthehemi në histori, kuptojmë pse ishte kjo afërsi e venetëve gjithmonë me territorin e Shqipërisë të atëhershme apo të Gadishullit ilirik. Pasi shumë herë ne gabojmë duke emëruar Gadishulli Ballkanik, që është një krijim shumë i vonshëm i shekullit 19 dhe është tërësisht i gabuar si shprehje. Ky quhej gjithmonë Gadishulli ilirik dhe ne duhet të kthehemi edhe një herë në origjinë që të fillojmë dhe ta quajmë ashtu siç ka qenë gjithmonë. Ndërsa përsa i përket Albanisë Veneta, ajo fillonte që nga delta e lumit Po, në mënyrë origjinale, dhe shtrihej në gjithë bregdetin dalmat, vinte deri në Shkodër, hynte në Durrës, vazhdonte në Vlorë dhe ulej më poshtë deri në Ardh dhe Prevez. Kjo ishte Albania Veneta. Kjo ishte Albania Veneta. Pasi po.